Ramazani në Gaza, që tradicionalisht simbolizon përmbajtje shpirtërore, reflektim personal dhe solidaritet, gjatë viteve të para të shekullit 21, u shndrua gradualisht në një periudhë të mbushur me tension, pasiguri dhe sfida të përditshme për mbijetesë. Në vend që të ishte vetëm një kohë qetësie dhe bashkimi familjar, për shumë banorë të këtij territori, Ramazani u përjetua në hijen e dhunës së vazhdueshme, për shkallëzimeve ushtarake dhe një realiteti të rënduar nga rrethimi politik dhe ekonomik i pushtimit izraelit. Kjo periudhë, midis viteve 2000 dhe 2012, shënoi një transformim të thellë të mënyrës se si muaji i shenjtë përjetohej nga palestinezët në Gaza. Pas shpërthimit të intifadës së dytë në shtator të vitit 2000, përplasjet mes forcave izraelite dhe palestineze u intensifikuan ndjeshëm, duke shndruar jetën e përditshme në një cikël të vazhdueshëm tensioni. Rrugët shpesh mbusheshin me post-bloqe dhe kontrolle të rrepta, ndërsa operacionet ushtarake dhe bastiset e natës krijuan një atmosferë pasigurie të përhershme. Ramazani në këtë kontekst nuk ishte vetëm një kohë agjerimi dhe lutjeje, por edhe një periudhë ku familjet përpiqeshin të ruanin traditat, ndërsa përballeshin me frikën e përshkallëzimit të papritur. Gjatë iftareve në fillim të vitit 2000, shumë familje në Gaza mblidheshin rreth tryezave modeste, ndërsa mbi ta fluturonin avion luftarak izraelit. Zhurma mjeteve ajrore u bë pjesë e sfondit përditshëm, duke ndikuar edhe në përjetimin emocional të muajit të shenjtë. Për shumë banorë, momentet e lutjes në mbrëmje përziheshin me ankthin e sirenave, shpërthimeve të largëta apo ndërprerjeve të papritura të energjisë elektrike. Megjithatë, traditat vazhduan. Xhamiet mbeten të mbushura gjatë namazeve të natës, dhe banorët përpiqeshin të ruanin ndjenjen e solidaritetit përmes shpërndarjes së ushqimit për familjet më të varfra. Në vitet pasuese, kufizimet e lëvizjes dhe kontrolli i kufive u bën gjithnjë më të forta. Lejet e udhëtimit ishin kufizuar, ndërsa hyrja dhe dalja e madrave shpesh varen nga vendime politike dhe ushtarake. Kjo ndikoi drejt për drejt në ekonominë lokale, duke rritur papunësinë dhe duke e bërë më të vështirë sigurimin e produkteve bazë për iftar. Tregjet tradicionale të cilat zakonisht gjallëroheshin gjatë Ramazanit, u përballën me mungesat të produkteve dhe rritje çmimesh, gjë që ndryshoi mënyrën e përgatitjes së iftareve. Një moment kyç në transformimin e realitetit të Gazës ishte tërheqja e Izraelit nga territori në vitin 2005, por që e la territorin në gjendje të rëndë ekonomike, ndërsa vendosi blokadë bashkë me Egjiptin e Hosni Mubarakut, vendosën blokadë totale mbi enklavën palestineze, kur Hamasi mori kontrollin e Gazës në vitin 2007. Kjo blokadë kufizoi ndjeshëm importet, lëvizjen e njerëzve dhe aktivitetin ekonomik, duke krijuar një krizë humanitare që ndikoi drejt për drejt në jetën e përditshme. Gjatë Ramazanit në këtë periudhë, ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike u bën një nga sfidat kryesore për familjet. Përgatitja e iftarit shpesh varen nga oraret e paparashikueshme të furnizimit me energji. Frigoriferet nuk funksiononin gjithmonë, duke bërë të vështirë ruajtjen e ushqimeve, ndërsa temperaturat e larta të verës e rëndonin situatën. Gjithashtu, kufizimet e importit ndikuan në disponueshmërinë e produkteve të caktuara ushqimore, duke bërë që shumë familje të improvizonin receta tradicionale me ato që ishte arritshme. Pavarësisht këtyre sfidave, Ramazani mbeti një periudhë ku solidariteti mes njerëzve u bë edhe më i dukshëm. Organizatat lokale dhe grupet vullnetare shpesh organizonin iftare kolektive, duke shpërndarur ushqime për familjet e prekura nga varfëria ose lufta. Xhamiet dhe shoqatat humanitare luanin një rol të rëndësishëm në ruajtjen e një ndjenje shprese dhe përkatësie, duke theksuar rëndësinë e ndihmës reciproke në kohë krize. Kulmi i parë i madh i dhunës në këtë periudhë ishte lufta e viteve 2008-2009, e njohur si operacioni Cast Lead. Ky agresion izraelit, që zgjati disa javë, shkaktoi dëme të mëdha në infrastrukturën civile dhe la pasoja të thella psikologjike dhe sociale. Sipas OKB-s dhe organizatave humanitare, rreth 1300 deri në 1400 palestinezë u vranë dhe mbi 5000 u plagosën, ndërsa Izraeli raportoi 13 viktima nga ana e tij. Edhe pse lufta nuk ndodhi gjatë Ramazanit, pasojat e saj ndryshuan mënyrën se si banorët e Gazës e përjetonin çdo Ramazan pasues. Shumë familje u detyruan të jetonin në shtëpi të dëmtuara ose të përkohshme, ndërsa frika nga rikthimi i bombardimeve mbeti e pranishme. Në vitet pas konfliktit, rindërtimi u përball me vështirësi për shkak të kufizimeve të materialeve ndërtimore dhe situatës politike. Kjo bëri që shumë lagje të mbeteshin të rënuara për një kohë të gjatë, duke krijuar një mjedis ku kujtimet e luftës ishin gjithmonë të dukshme. Për fëmijët dhe të rinjt,
Ramazani shpesh përfaqësonte një kontrast të fortë mes traditave festive dhe realitetit të traumës kolektive. Përshkallëzimi tjetër i madh ndodhi në vitin 2012 gjatë operacionit Pillar of Defense. Gjatë kësaj periudhe u raportuan rreth 160 deri në 170 palestinezë të vrarë dhe mbi 1000 të plagosur, ndërsa në Izrael u raportuan 6 viktima. Edhe pse ky konflikt ishte më i shkurtër se ai i vitit 2008-2009, ndikimi psikologjik ishte i madh, duke rikthyer ndjenjën e pasigurisë dhe duke forcuar perceptimin se çdo moment mund të shndrohej në krizë. Në fund të kësaj periudhe, Ramazani në Gaza ishte shndruar në një përvojë të dyfisht. Nga njëra anë, një kohë e shenjtë e lutjes,